Në ndërkohë, doktor Besnik, do doja të ndaleshemi kështu të problemet të cilat janë të përditshme të pacientëve. Se kur po themi ne sëmundjet kronike inflamatore, të nalemi të secila. Çka konsiderohen ose cilat janë sëmundjet kronike inflamatore të zorrëve? Sëmundjet kronike inflamatore të zorrëve janë dy më kryesore. Po. Është koliti ulcerës dhe morbus Crohni. Që janë? Që janë, domethënë, morbus Crohni mund të përfshin gjithë traktin tretës, nga goja deri te zorra trash, ndërsa koliti ulcerës e përfshin vetëm zorrën e trash. Po. Ka dhe lloje tjera të sëmundjeve kronike që janë më të rralla ose nganjëherë është i padeterminuar, quhet koliti ose sëmundje zorre padeterminuar, që nuk mund ta caktojmë sigurt është koliti ulcerës apo morbus Crohni. A mund t'i ndajmë, doktor Besnik, simptomat e njënës dhe të tjetrës në mënyrë që shikues kur e dinë se diçka nuk po ndihen mirë, ku më orientu ose Po, dallojnë, domethënë klinika dallon. Parafërsisht kanë edhe simptomat e përgjithshme, dhimbjen e barkut,